persona humbën jetën dhe një tjetër mbeti plagosur në aksidentin rënd të ndodhur tek rreth rrotullimi Tegut. Një betonier u përplas me një automjet tip Audi, çau barrierën mbrojtëse dhe ranga mbi kalimin në autostradën poshti. Të dy personat që udhëtonin në mjetin e tonazhit të rënd humbën jetën, ndërsa drejtuesi i Audit u dërgua në spital. Tragjedia e dyta me pasoja fatale në të njëjtën nyje rrugore ka rikthyer shqetësimin për sigurinë rreth rrotullimit dhe ka ngritur pikpyetje mbi projektimin, barrierat mbrojtëse dhe masat për kufizimin e shpejtësisë. I ftuar në Koajon për të analizuar rrethanat, eksperti i sigurisë rrugore Artur Sulçe tha se të dyja ngjarjet kanë elemente të përbashkëta. Sipas tij, mjetet kanë ardhur nga ana lindore dhe kanë hyrë në rreth rrotullim me shpejtësi më të lartë se ajo e parashikuar në projekt. Nëse do shikojmë dhe aksidentin e parë dhe aksidentin e dytë, konstatojmë që të dy mjetet lëvisin në njëjtin drejtim, vinin nga ana lindore për të futur në rreth rrotullim dhe për të vazhduar lëvizjen. Dhe konstatojmë që në rastin e parë ishte goditja me gardrelin e rreth rrotullimit në një këmbë rreth 40-45 gradë, gjë e cila projektimi i gardrelit është i tillë që kreshteset e saj bëhen deri në këndin për 20 gradësh. 40 gradë do të thotë që ajo nuk është provuar nëse mban apo jo, për shpejtësitë që janë më të larta se sa është shpejtësia e projektimit të rreth rrotullimit. Mëtej Sulçe shpjegoi se shpejtësia e projektimit në një nyje të tillë është rreth 35 deri në 40 km/h. Në rastin e betonierës, shpejtësia dhe qendra e lartë e rëndesës ka ndikuar që mjeti të humbiste qëndrueshmërinë, të shtynte barrierën dhe të përfundonte poshtë mbi kalimit. Po kështu, referuar pamjeve filmike edhe në lidhje me kamionin a betonierë, që ishte ajo e cila u përfshi në këtë aksident rrugor, edhe kjo pati të njëjtin problem duke hyrë në rreth rrotullim me një shpejtësi më të madhe se shpejtësia e projektimit të këtij rreth rrotullimit. Shpejtësia e projektimit në këtë rast është 35, maksimumi 40 km/h. Por përgjegjësia sipas ekspertit nuk mund të kufizohet vetëm tek drejtuesit. Infrastruktura duhet i detyrojë automjetet të ulin shpejtësinë përpara hyrjes në rreth rrotullim, përmes sinjalistikës, gjeometrisë së rrugës dhe sistemeve më të forta mbrojtëse. Që nuk janë marrë masa para se sa gjithë drejtuesit e mjeteve, përdoruesit e rrugës të afrohen në këtë rreth rrotullim, të ishte bërë një projektim i tillë që ta detyroje këdo përdorues rrugë që i cili do hynte në rreth rrotullim të sillesh sipas metodës tënde të projektimit që siguria të ishte maksimale. Këtë nuk e shikojmë këtu absolutisht. Ju e mbani mend që më përpara këtu autostrada Elbasanit lidhesh me një rreth të rëndom, ku u desh të vdisin 3 veta, 4 veta për një nade që të bënin këto veprim. Eksperti ngre shqetësimin se problematikat nuk kufizohen vetëm tek rreth rrotullimi Tegut. Ai përmend dhe nyje të tjera problematike, si zogujsi dhe kthesa e kamzës ku sipas tij projektimet nuk janë përshtatur flukseve aktuale të trafikut dhe standardeve moderne të sigurisë rrugore. Po kështu te zoguzi, dhe te zoguzi, ai rreth rrotullim, thash dhe njëherë, duke parë numrin e mjeteve që kalojnë, që hyjnë në Tiranë, që janë mbi 200.000 mjete, dhe aty mund kalojnë 50.000 mjete, do të thotë që është jashtë standardit për të shërbyer si artificë teknike. Prandaj kërkohet një zgjidhje tjetër. Te Casa Italia kam kritikuar mbi 3 herë projektet e tyre, 3 herë janë ndërruar dhe përfundimisht prap nuk dhanë zgjidhje. Ju e keni parë vetë se ç'a ndodh kur vini në Durrës apo kur vini në Casa Italia, që do të ndryshonin drejtim. Pra, të dy mjetet konfliktohen. Në këtë këmbështrim ajo nuk është zgjidhje. Sulçe kërkon një rikonceptim të plotë të këtyre nyjeve bazuar në studimet reale të trafikut dhe standardeve bashkëkohore, duke theksuar se nuk mjaftojnë nyje të pjesshme apo zgjidhje të përkohshme. Për sa kohë do kemi rrugë të ngushta, rrugë rurale, rrugë që projektohen dhe bëhen nga jo kompetentët, ky përfundim do jetë. Në të kundërt, paralajmëron ai, tragjedisja ajo e ndodhur tek rreth rrotullimi Tegut rrezikojnë të përsëriten, ndërsa investimet do të prodhojnë rrugë që mund të duken moderne, por nuk mund të garantojnë sigurinë e jetës së qytetarëve.